faleminderit për pasjen mundësi të bërjes së kësaj interpelance, por edhe faleminderit për mënyrën e shtrimit dhe trajtimit të çështjeve në mënyrë qytetare për sa i përket le themi elementeve reale që kanë të bëjnë me zgjidhjen e problemit të transportit në qarkun e Lezhës, Shkodrës, por edhe veriut në tërësi. Së pari dua dhe të adresoj faktin që ngriti zoti Hohoti për sa i përket kërkesave që ka bërë në mënyrë të vazhdueshme. Ndjes nëse nuk duhet të merrni në konsiderat, unë përgjigjem për të themi kohën time, unë nuk mbaj mend që nga marsi që jam bërë ministër të më ketar ndonjë kërkesë, gjithsesi marr përgjegjësi në qoftë se Ministria nuk ju ka dërguar le themi përgjigje për pyetjet që ju keni parashtruar. Unë do përpiqem që t'i marr me radhë projektet siç u referuan, duke dhe pastaj edhe për pyetje shtesë që mund të keni, jam i gatshëm për t'ju përgjigjur. Për sa i përket, po e filloj për sa i përket hyrjes së qytetit të Shkodrës. Hyrja e qytetit të Shkodrës është një projekt i autoritetit rrugor shqiptar. Është një nyje shumë e rëndësishme për hyrjen e qytetit, siç e theksoni, qyteti i Shkodrës është një nyje strategjike në veri pasi ndërlidh dy pikat kufitare të malit të Zi me pjesët e tjera të Shqipërisë, por dhe jo vetëm. Për sa i përket projektit, dua të theksoj që kontrata është lidhur në 23 dhjetor të vitit 2024 dhe ka patur afat punimesh 18 muaj. Dhe afati i përfundimit të saj është 23 qershor 2026, pra jemi tërësisht në përputhje të kushteve të kontratës. Patjetër, si çdo rrugë, do kohën e vet për të bërë, në kontratë ka 18 muaj për ta zhvilluar. Siç besoj edhe ju e keni parë, tani rruga është e shtruar në pjesën kryesore të saj, përveç një rrethrrotullimi, i cili do ta shtjelloj pak më poshtë edhe pjesën e çështjes së rrethrrotullimit. Por jemi në plotësisht në brenda kushteve, për më tepër që nga maji ajo rrugë tashmë është aksesueshme të dyja kursitë e saj dhe e asfaltuar. Për sa i përket çështjes që ju ngreni, që thoni pse ka patur ndryshime të vazhdueshme të projektit apo ndërhyrje të papërfunduara, dua të saktësoj faktin që informacioni juaj nuk është tërësisht i drejtë, pasi nuk është se ka pasur ndryshime të vazhdueshme të projektit. Ka patur vetëm një këshill teknik për miratimin e një ndryshimi të kërkuar nga banorët e zonës dhe të propozuar nga Bashkia e Shkodrës dhe bizneseve që shtrihen përgjatë aksit rrugor, dhe ky ndryshim është aktualisht duke u implementuar. Bëhet fjalë për shtimin e një rrethrrotullimi i cili u konsideroi nevojshëm për komunikimin e banorëve dhe bizneseve në të dy anët e rrugës. Nëse do më pyesnit mua, edhe unë patjetër jam i pakënaqur që shtohet një rrethrrotullim shtesë, pasi humbet lëvizshmëria, por në fund të ditës projektet rrugore kanë të bëjnë jo vetëm me çarkullimin e lirë të njerëzve, por edhe me ndërlidhjen e banorëve. Ju e dini shumë mirë që ajo pjesë e Baçallekut aty është pjesë e populluar me banesa, por dhe me biznese, dhe si e tillë është krejtësisht e kuptueshme fakti që ato banorë dhe ato biznese kërkojnë ndërlidhje me rrugën. Dhe në këtë kuptim është vlerësuar e arsyeshme, siç e thash, pas propozimeve të banorëve, bizneseve dhe Bashkisë Shkodër që të shtohet ai rrethrrotullim. Kur do përfundimisht ky segment që sot përbën problem serioz, siç e thoni, për qytetarët dhe për bizneset e Shkodrës. Siç e referova, do përfundoj brenda afatit. Pra afati i kontratës është në data 23 qershor dhe patjetër brenda datës 23 qershor do jetë i përfunduar. Pavarësisht faktit që, siç e thash, është që tani i tërësisht i aksesueshëm dhe që tani plotësisht i shtruar në të dyja segmentet dhe kursitë e secilës anë. Për sa i përket hyrjes dhe daljes, ai është projekti i miratuar dhe i propozuar. A do doja dhe unë ta kisha një projekt që të kishte ndoshta zgjerim më të madh, patjetër, por gjykoj dhe vlerësoj që edhe me përfundimin e urës së Baçallekut ka një lehtësi komunikimi dhe çarkullimi në të dyja krahet e rrugës. Ura e Baçallekut është pjesë e të njëjtit segment. Besoj e keni shumë të qartë që aty është duke u punuar, se është evidente me sy të lirë. Këmbët e urës dhe ura nuk mund të punohet nëse niveli i drinit është i lartë, dhe këtë vit niveli i drinit ka qenë shumë i lartë për shkak të rreshjeve dhe rifillimi i punimeve është bërë i mundër vetëm pas fundit të muajit prill të këtij viti.
Punimet tashmë janë duke ecur në mënyrë të kënaqshme dhe deklarimi është që brenda muajit nëntor ose dhjetor të vitit 2026 dhe ura e dytë e Bacallekut është e përfunduar. Siç e thash, patjetër që ka patur vonesa që nuk lidhen me, le të them, po lidhen me shkaqe objektive, pasi lumi ka qenë në nivel të lartë dhe është e pamundur për të punuar në atë segment. Për sa i përket rrugës Dugaxhinit, nuk është një projekt i Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë apo Autoritetit Rrugor Shqiptar. Megjithatë, për efekt të seriozitetit të interpelancës, jam interesuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe ato punimet që kanë qenë të parashikuara për këtë rrugë janë përfunduar dhe kolauduar gjatë vitit 2025 në përputhje me afatet kontraktuale. Konkretisht, projekti është realizuar dhe kolauduar në 2 segmente: Prekalkir me gjatësi 17 km dhe Kir Lota ndërlyse me gjatësi 30.3 km. Punimet e realizuara kanë konsistuar në zgjerimin e trupit ekzistues të rrugës ose hapjen e gjurmëve të reja të rrugës, mbushjen e trupit të rrugës me material të granuluar, ndërtimin e strukturave prej betonit të armuar, tombinove e tjerë, si dhe vendosjen e sinjalistikës vertikale dhe elementeve mbrojtës rrugor, guardrail. Para se të ndalem te Milot Balldrani, dua të jap edhe një sqarim për zotin Gjoni për sa i përket urës së Matit dhe urës së Lezhës. Po, është e vërtetë që ura e Matit nuk është në standardin e kërkuar pjesa e kalimit të mjeteve. Dua të theksoj faktin që para një viti ura e Matit u bllokua, le të themi, kalimi i automjeteve për shkak të pasigurisë së këmbëve të urës dhe jo për sistemimin dhe asfaltimin e urës sipër. Dhe ajo çfarë unë kam qenë në ditët e para të marrjes në detyrë për ta përuar dhe për ta inspektuar kanë qenë këmbët e urës për ta kthyer urën të sigurt dhe mos kishim rrezik, le të themi, të cënimit të infrastrukturës së urës. Ato punime janë kryer nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe ura për atë qëllim për të cilën ishte kryer kontrata është realizuar dhe është plotësisht e saktë. Po, ato foto që ju referoni janë të vërteta, janë reale, i kam parë dhe unë, dhe ajo urë është pjesë e projektit të Bankës Botërore për rivendosjen dhe riasfaltimin e gjithë urës në tërësinë e saj. Projekti besoj që duhet të filloj për riveshjen me asfalt të asaj ure, besoj duhet të filloj rreth muajit shtator. Po flas nga memoria e kontratave. Pra qëllimi për të cilën është bërë inspektimi dhe kontraktimi dhe punimet kanë qenë për sigurinë e këmbëve të urës, që është po aq e rëndësishme sa dhe madje edhe ndoshta më e rëndësishme se sa aksesimi, sepse ishim duke folë për sigurinë e urës. Ndërsa për sa i përket urës së Lezhës, e vërtetë ajo, e kam parë dhe unë dhe jo vetëm aq, kam shuar grupet e inspektimit të Autoritetit Rrugor Shqiptar që para rreth një muaji kur çështja u bë sensitive për atë urë. Nga inspektimi i bërë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, patjetër është evidentuar që nuk ka rrezikshmëri për sa i përket sigurisë së këmbëve të urës, dhe megjithatë është duke u patur në vëmendje dhe ka grupet e terrenit janë në monitorim të vazhdueshëm për sa i përket asaj ure. Dhe për ta përfunduar doja të ndalesha te Milot Balldrani. Po, Milot Balldrani është një projekt jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, siç e theksoi dhe zoti Hoti dhe zoti Gjoni. Nuk është vetëm nyje që ndërlidh qarqet e Lezhës dhe Shkodrës, por është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, i identifikuar po ashtu si pjesë e korridorit TEN-T mesdhetar. Bëhet fjalë për një korridor që lidh Europën qendrore, Italinë e Veriut me Ballkanin e Evropën juglindore, me Sloveninë, Kroacinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Shqipërinë dhe Greqinë. Ndërtimi i këtij aksi në fakt është domosdoshmëri. Dhe jo vetëm aq, ai aks është në kohën jashtë sezonit veror, është në kapacitetin e tij maksimal dhe në kohën e sezonit veror bëhet shumë e vështirë kalimi aty. E di këtë që jo vetëm si banor i qarkut të Shkodrës, por edhe si ministër, por edhe si qytetar. Dhe në këtë kuptim e njoh mjaft mirë rëndësinë që ka ky aks. Zoti Hoti me të drejtë më përmendi një deklaratë time dhe unë po e përmend siç e kam referuar, me datë 28 prill. Po pra, atë po dal. Po atë po theksoj. Po jap sqarimet pikërisht për këtë gjë. Me datë 28 prill në përurimin e rrugë e hapjes së kursive të reja të Tiranë-Durrës, unë bashkë me kryeministin i kam deklaruar që projekti Milot Balldrani duhet shpallet fituesi brenda 2-3 javësh.
sepse kisha një pritshmëri që duhet të kishte dalë fituesi brenda datës 20 maj. Nuk ka dalë akoma, kërkoj shumë ndjes për 2 javët e humbura, pasi vetë ndjeja të 2 javë në përgjithësinë time maksimale. Projekti Milot Ballëdren është në garë koncesioni, parashikon ndërtimin e 17 kilometrave kategori A dhe parashikon dhe ndërtimin e rrugës alternative C pa pagesë për gjithë banorët që duan të kalojnë në rrugët alternative. Projekti i koncesionimit është në fazën përmbyllëse të tij. Patjetër ka një komision koncesioni për këtë gjë dhe unë nuk dua që të presionoj më tepër gjithë, le të themi, strukturat e ministrisë dhe jo vetëm që janë duke u marrë për këtë qëllim. Mund të dali ditën e sotme, mund të dali ditën e nesërme, mund të dali ditën e hënë, mund të dali ditën e martë, këtë nuk mund të ta jap një datë përfundimtare. Është çështje ditësh fundore, sepse procesi është në përmbyllje të tij. Dhe do jetë një nyje shumë e rëndësishme, siç e thash, jo vetëm për sa i përket gjithë, le themi, ndërlidhjes së korridorit Adriatiko-Jonian, por edhe për gjithë qarkun e veriut. Ndërkohë, siç e theksova, projekti është në fazë përfundimtare të koncesionimit dhe është në fazën e përmbylljes së pikëve të koncesionimit. Ndërkohë, për sa i përket gjithë qarkut të veriut, unë dua të theksoj faktin që patjetër, le themi, vëmendja e qeverisë është maksimale, jo më larg se para 2 javëve, 3 javësh këtu, miratuan projektin Porta Alpeve, që është një projekt i dedikuar për qarkun e Shkodrës dhe për Lezhën në një nivel rreth 100 milion euro, ku parashikohen ndërhyrje infrastrukturore dhe ndërhyrje në qytetet kryesore të, le themi, të qarkut dhe ndërlidhjen me ndërmjet Alpeve dhe pjesës së, le themi, Adriatikut dhe Bregdetit të Velipojës dhe Shëngjinit.